Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në kanalin tim, unë jam Jeta dhe sot kemi një video të re. Sot kam dalë tek parku me Melodin, është një kohë shumë e mirë, shqyr, sepse para disa ditësh ra shi dhe pas atij shiut, koha freskoi jashtë mase shumë. Madje mund të them që unë këtë ditë kam qenë gati e sëmur, jo e sëmur fare, por gati e sëmur, edhe besoj që dëgjohet edhe nga zëri im se si është pak i qerrur. Kam qenë me hunë të blokuara, plus më kishte kapur edhe dhimbje qafe. Edhe nuk lëvizja do të qafën, më kishte ngrirë qafa. Nuk ju beso se çfarë dhimbje e keqe është kur të ngrin qafa. Sot është e diel. Mi një ditë para ditës që unë publikoj videon, zakonisht nisa këtë video shumë vonë, por gjithsesi thash do e bëj një video edhe po doli e shkurtër nuk ka gjë, sepse javën tjetër nuk publikova video fare. Javën tjetër e mora si javë pushimi, nuk doja të stresoja dhe të mendoja se çfarë filmoja, sepse nuk është se bëra dhe ndonjë gjë interesante, pastaj që mos ju lodh dhe ju po me të njëjta gjëra, thash do e bëj edhe si javë pushimi për vete, por edhe si javë pushimi për ju. E sot si ditë e diel, me që ishte dhe Melodia në shtëpi, mi zgjuar vonë, unë për vete në orën 9, ndërsa Melodia në orën 9:30, edhe që kur u zgjua, sikur e dinte ajo çfarë ditë është sot, edhe thash që donte të hante kornet, pra briosh për mëngjes, edhe direkt u çuam nga krevati, u veshëm edhe dolëm, ofse rri pak kështu si keq ose si e ngrirë, mos ba vidi re se siç ju thash më dhem qafa. Pardje në mëngjes, u ngrejta dëgjova këtë dhimbje në qafës këtu. Shkoj ora 11, edhe mendoj që duhet të kthehemi sepse më duhet të shkoj pak edhe në supermarket të marrë disa gjëra, edhe sot supermarketet janë hapur deri në orën 1. I kapa dhe flokët sepse bëra gabim që i lash lëshuar. Tani do shkoj shpejt në supermarket të marrë disa gjëra. Pastaj për drekë, të them të drejtën, më kanë tepruar disa makarone me salcë që kisha bërë mbrëm. Shkoj thjesht ndonjë gjë tjetër. Mendoj që sot duhet kishim ikur në plazh sepse qen ka goxha hap. Javën tjetër isha një ditë të plazh. Edhe ishte goxha vap, por uji prapse ishte goxha e ftohtë. Unë për vete as nuk fut ajo sepse nuk doja të sëmuresha. Fredia u fut, edhe nuk është se sëmur. Unë vetëm këmbë të futa pak. Ishte gati të më binte infrakt nga uji i ftohtë. Të lullet ka një javë që i kam blerë, edhe ende nuk janë dyshkur, janë perfekte. Pse nuk erdhi? Pascal! Melodia që do të bëj gjithmonë ato shakat e veta që më qifet se gjas me unë nuk dhe shikoj edhe të mendoj që nuk ka ardhur ose ka ikur e gjëra të tilla. Me pak fjalë don të lozi, ne sapo mbaruam së ngrëni drekën edhe tani erdhi orari i qumit, dihem edhe vet goxha e lodhur. Shpresoj që mos më marrë gjumi dhe mua, sepse po mendoja të editoja video që kam bërë deri tani. Se nesër e kam ditën e zënë nga mëngjesi deri në darkë, nuk më del kohë pastaj të editoj. Thash që s'do flia, por përsëri fleta gjumë. Unë kam këtë momentin tim të preferuar të pasdites tani, që do pi kafen, edhe tani që është verë edhe është edhe vap, e pi kafen e ftohtë, që është shumë sepse më freskon, e pi në antiqetësinë time. Gati! Ti qoj edhe Melodis. Një nga posat e vetë të preferuar që dhe ajo këtë ka snack të pasdites. Të ditë që nuk kam bërë video,
Se ku kam shumë gjëra për t'ju treguar, sepse nuk kam folur me ju si zakonisht. Vetëm 2 tema kam që do doja t'i prekja, po ja nis me të parët. Kush e ndiqte filmin e Shef Rrya, e pat fundin, që ishte një fund i tmerrshëm. Unë për veten time kam qarë jashtë mase shumë. Shpesh Shqipërisë do ketë qarë si puna ime. Si kjo është një temë filmi, sepse kurse janë gjëra të vërteta që duhet mërzitemi ashtu, por gjithsesi të flasim për gjërat e vërteta që po ndodhin me të vërtetë në Shqipëri, siç është tema e Zvërnecit, Sazanit, shitja e ishullit, protestat që po ndodhin tashmë edhe sa ditë në Shqipëri, që unë do doja shumë të isha prezente në këto protesta. Të gjithë e dinë që këto protesta nuk po ndodhin vetëm nga tema e Zvërnecit, nuk po ndodhin vetëm në Vlorë, por është ngretur e gjithë Shqipëria në këmbë, se kjo ishte pika e fundit e ujit që u hodh në gotë, edhe gota shpërtheu, sepse ishte plot tashmë, nuk mbante dot me ujë brenda. Siç e themi ne shqiptarët që s'mban më ujë pilafi. Gjithë shqiptarët ashtu ishin tashmë, ishin mbushur deri në një pikë që nuk mbanin dot më, edhe u donte pikërisht kjo tema e Zvërnecit që të shpërthenin për të gjitha gjërat që kanë ndodhur deri më tani. Pikërisht pak më parë pash një video, një skenë pra nga protesta që po ndodhin në Shqipëri. Grua dhe po fliste për nipin e vet, që gjatë momentit që ishte në operacion, fiken dritat në spital dhe fatkeqësisht u donte veç kjo gjë që sot ai fëmijë të mos jetoj më edhe të mos jetë mes nesh, si shumë edhe shumë fëmijë të tjerë, edhe njerëz të tjerë. Kemi dëgjuar raste plot, por nuk është se mund të qëndroj unë tani të flas për të gjitha. Dua të prek pak edhe për pjesën e kundërpërgjigjes që u dhan nga shteti, le të themi, për protestuesit, duke i spërkatur pra me ujë, me piper, që kjo ishte një gjë shumë e ulët mendoj nga ana e tyre, sepse ajo ishte një protestë paqësore, nuk ishte protestë e dhunshme. Aty kishte njerëz me fëmijë në krah, kishte mosha shumë të vjetra. Si mund t'i hedhësh ujë me piper një nënë që mban në krah fëmijën e vet? Mendoni për një fëmijë? Nuk mendoni që mund të ketë edhe njerëz alergjik në mesin atyre njerëzve? Unë mendoj që Edi Rama ka rënë në grop me 2 këmbë të veta brenda, por thjesht nuk don ta pranoj. Nuk ka çfarë të bëjë tjetër. Herët me blogerët, deri më tani Shqipërinë ja kanë prishur blogerët edhe influencerat e Edi Ramës, dhe nuk e ka çuar dot Shqipërinë para vetëm nga fakti i influencerave. Patëm personalisht mund të them që edhe të gjithë vendet që kanë ecur para dhe që kanë marrë famë, mendoj që vetëm nga influencerat ka ndodhur kjo që ka ndodhur. Për story duke bërë video, duke hedhur në rrjetet sociale, sidomos ato që jetojnë jashtë shtetit. Të gjithë turistët mendoj që këtë gjëra e kanë parë pikërisht nga influencerat shqiptare që kanë zgjedhur Shqipërinë si vend turistik edhe të shkojnë ta vizitojnë. Madje mendoj që duhet i falenderoj influencerat edhe jo të vihet kundër. Pikërisht këtu vim tek një shprehje tjetër, kur skeça e bën gomarit i bie samarit. Shprehja është një shprehje e vjetër nga anët e mia. Mendoj që i përshtatet shumë Edi Ramës në këtë fakt. Unë jam një nga ato njerëz që gjithmonë kam dashur të jetoj jashtë Shqipërisë, nuk doja të jetoja në Shqipëri, për të vetmin fakt që nuk ka shëndetësi, nuk ka punësim. Okej, ka njerëz që thotë ka punë Shqipëria, por nuk doni të punoni. E kuptoj që ka punë Shqipëria, por nëse ti paguash me 200, 300, 400.000 lek, në fund të muajit, sa të shikosh nga ato lek? Madje mund të kem arritur në fazë të jetës time që jam mërzitur duke jetuar jashtë shtetit dhe do doja shumë të kthehesha në vendin tim. Ka emrin sikur është vendi jot. Në realitet, ne s'kemi asgjë, sepse edhe ato toka që i kemi, Edi Rama mund të ngrehet nesër në mëngjes, sepse ka parë një ëndër të bukur, realizuar një projekt shumë të bukur në ëndrat e veta dhe thotë që ku do e bëj unë, do vi ta bëj tek toka jote. Kjo s'është toka jote, është toka ime, thotë. I vendos gishtin dhe thotë është e shtetit, s'është e jotja. Sa e thotë Edi Rama që nuk paguajnë taksa influencerat. Ku e pa Edi Rama që influencerat nuk paguajnë taksa? Të paktën jashtë shtetit kështu funksionon, sepse edhe influencerat dhe blogerët
paguajnë taksa për punën që bëjnë, sepse kjo është kjo punë. Pastaj në Shqipëri nuk e di si funksionon. Nëse paguan taksa apo jo, ndoshta këtu jam unë gabim. Besoj që të gjithë e keni parë intervistën e Edi Ramës me gazetaren Sidorela Gjoni, që u bë pak ditë më parë. Dua t'i them një bravo të madh kësaj gazetarës, sepse i ka thënë të gjitha gjërat siç janë për të thënë në shesh të burrave. Ishte pyetja që i tha që thjesht ishte që Ivanka Trump e pëlqeu ishullin edhe tha unë dhe marr këtë, domethënë ai që thjesht ishte, ai nuk kishte çfarë të kthente përgjigje dhe thjesht u kapte me gazetaren se ti po tallesh, më po tallesh. Ai që po tallet në këtë rast, jo vetëm sot, por gjithë këtë vit që është në pushtet, është tallur me shqiptarët. Edhe i thot gazetarës që po tallet ti. Kanalet e lajmeve të gjithë shteteve të huaja e kanë dhënë në për intervista, domethënë kanë folur të gjithë për të gjë, vetëm në Shqipëri nuk ishte folur deri më sot në intervista, përveç intervistës që u bë me Sidorela Gjonin. Gjithsesi në këtë rast nuk ka nevojë fare të ketë gazetar që të përhapet lajmi në botë edhe në vende të tjera, sepse kemi influencerat dhe blogerët që e hapin lajmin më shpejt se sa duhet. Edhe thonë të vërtetën ashtu siç është, pa e modifikuar nga mbrapa. Kaq kisha unë për të thënë për ditën e fundit në Shqipëri. Jo që ngeli njëri për të dëgjuar atë që kam për të thënë unë, por thjesht i thash disa gjëra ashtu si i mendoj. Besoj si sa më e madhe shqiptarëve, vetëm shpresoj që çdo gjë të zgjidhet edhe të marrë rrugën e drejtë edhe ashtu siç duhet, edhe siç e meritojnë të gjithë shqiptarët. Më duhet t'ju kujtoj pak vajzave që kam nesër, takimin dhe orarin. Para se ta harroj vetë një herë, t'ju kujtoj vetë. Shpresoj që mos i kem harruar për vete, edhe pastaj t'ja u kujtoj dhe atyre. Dhe këto dy kutit gjigande këtu që më erdhën para disa ditësh nga Amazoni, kisha porositur karriket për në Shqipëri. Në 6 copë aty, më duhet i heq tani nga aty sepse më kanë zënë gjitha të vend. Është i njëjti model me këto që kam te kuzhina këtu. Modeli kështu me këmbët e drurit, vetëm se janë të zeza me këmbë druri. Sot më duhet të heq edhe çarçafët. I lash pa hequr deri tani, por tani më duhet t'i heq se s'bën, edhe madje t'i fus edhe në lavatriçe për t'i larë, sepse lavatriçja është bosh tani. Po bëj darkën, edhe sot bliva njoki të bëra me patate. Ne sa po hëngrëm dark, edhe tani më duhet të marrë dhe të laj melodin shpejt dhe ta vendos në gjumë, sepse nesër do shkoj në Kopësht. Sa po kisha nisur duke ju thënë që po gatuaja njoki, por më morën në telefon edhe pastaj më ndërprej videoja. Bëj shampo. Ne u lam, veshëm bijamat, do këtë doj bëm gërshe, edhe me kaq mendoj që do mbyll këtë video. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer, si gjithmonë nëse ju ka pëlqyer, bëni like, comment edhe subscribe, që bashkë të shifemi tek video e radhës. Natën!